Reperi i njohur shqiptar Bardhi së fundmi po përjeton një humbje në familjen e tij. Në profilin e tij në Instagram, reperi Bardhi tregoi se xhaxhai i tij ka ndërruar jetë, duke lënë pas dhimbje dhe pikëllim tek familjarët dhe miqtë e tij më të ngushtë. Në lajmin e publikuar nga vetë artisti, ai ndau një mesazh prekës për njeriun e tij të shtrenjtë. Lam të mirë Axh, Zoti na takoft në botën tjetër, shkroi ai për krah fotos së publikuar. Bardhi, i cili është një nga emrat më të njohur të muzikës moderne shqiptare, ka treguar shpesh për lidhjen e tij të ngushtë me familjen, dhe kjo humbje është një goditje e rëndë për të. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Bardhi është lumturisht i martuar me Sara Gjordenin, dhe nga kjo martesë ka ardhur në jetë vajza e tyre e quajtur Nea. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.